Record video. Të dashur shqiptarë, sot do të mësojmë për fjalën e bukur pellazge ka i sy. Shqiptarët e Akademisë Rënjët Tona e kanë shpjeguar shumë bukur nga fjala ka një sy. Është në variantin e shqipes së veriut. Është gjetur në monedha të ndryshme, është gjetur në mozaik në Troj, në Azinë e Vogël, është gjetur gjithashtu edhe në monedhat të ndryshme në Iliri, është gjetur si emër personi ka i sy. Pra kjo shprehje frazologjike shqipe është e përngjitur. Të gjithë shqiptarët janë shumë të lumtur, rezulton që ne jemi pellazgët e lashtë dhe ne kemi ndërtuar tempullin e Dodonës. Mirë po, në vitin 2025, më saktë më 14 shkurt, ngrihet një faqe e posaçme në Facebook për t'ia shpjeguar jo vetëm shqiptarëve në Shqipëri, por të gjithë shqiptarëve në botë, në anglisht, kuptimin e fjalës ka i sy. Kjo shprehje shoqërohet me një figurë mitologjike të një Herkuli të madh, por me fytyrë të shpërfytyruar, me vetulla që shpesh kishin flatra, me një gung në kuriz të madhe, do më thënë ishte një njeri shëmtuar, me një organ mashkullor gjigant që të kujton perëndin Pan, që është perëndia e pjellorisë. Ishte gjysmë dhi dhe gjysmë njeri. Ndërkohë, edhe Pani, edhe kjo figurë që quhet ka i sy, kanë që të dy një organ mashkullor shumë të madh, që është gati 1/3 e trupit të tyre. Ne dim që organet të tilla mashkullore gjenden në fiset afrikane, atje ku gratë përzgjedhin meshkujt jo nga zgjuarësia, por nga madhësia e organit. Edhe në Iliri, këta njerëz quheshin drilon. Përzgjidheshin nga gratë ilire, jo për mençurinë e tyre, por thjesht për organin që grekët me neveri e konsideronin shumë të madh. Pra, ky lloj fisi që i zgjidhte meshkujt nga madhësia e organit quhet drilon, është dhe krahin në Shqipëri, krahina e drilonit, është dhe lumi ku ata laheshin, ku ngoheshin në drilon, është shkurtimi i këtij lumi në fjalën drin. Populli i Kosovës e ka hequr fjalën drilon dhe ka vënë lumbardh, mbas filmave të mi. Pra, kjo fjalë ka i sy pranohet nga të gjithë deri në vitin 2025 si ishte fjalë e gjuhës shqipe. Mirë po, rezulton që ky është në fakt një përbindësh. Është një shpirt i keq, kakodaimon. Në greqishtën e lashtë, kakodemon, në greqishtën e sotme që do të thotë kako i keq dhe demon. Prekëndej, kako, vjen dhe fjala i keq në gjuhën shqipe, është huazim nga greqishtja. Tani ky demon ishte demoni i syrit të keq. Dhe
në figurat me mozaik që shfaqen kudo në Iliri edhe në Azinë e Vogël, ky shpirt i keq me këtë organ mashkullor të madh ishte përkrah një syri të bukur të madh. Ky ishte syri i keq. Dhe në greqisht është shprehja pra të plast syri i keq. Tani, në qoftë se ty të ka gjetur diçka e keqe, ti kujton se ty ta ka bërë një njeri që nje, kryesisht komshiu, gjitoni, ta ka bërë një kushëri, një njeri që të njeh mirë. Prandaj, ky sy në këto mozaik sulmohet nga një cfurk me 3 dhëmb, tridenti i Poseidonit, nga një shpat, sulmohet nga një akrep, sulmohet nga një gjarë për i mbështjell, sulmohet nga një qen i fuqishëm mollos, sulmohet nga një 100 këmbësh përbindesh, sulmohet nga një panter, sulmohet dhe nga një korb. Pra të gjithë shpendët e vdekjes përbindshat sulmojnë syrin e keq. Grekët e thjesht edhe ilirët e merrnin këtë sy dhe e vinin si hajmali, që të mbroheshin nga syri i keq. Dhe poshtë syrit gjithmonë shkruanin kaj sy. Pra deri në shekullin e 21 të gjithë ishin të bindur që kaj sy vjen nga shqipja e lashtë ka një sy. Mirë po, në fjalorët e lashtë helen, kjo shpjegohet shumë bukur. Kai do thot dhe në greqisht dhe sy është dialekti atikës, do thot ti. Fjalë për fjalë edhe ti. Çdo thot edhe ti, të rënd e liga edhe ty, të plast syri edhe ty. Në gjuhën shqipe kjo është ty në rastën dhanore. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo ty në rastën dhanore dhe emërore është në dialektin dorik. Gjuha shqipe në këtë rast sillet si dialekti dorik, ndërsa sy, do thot ti, është në dialektin e atikës. Dialekti dorik ka evoluar në gjuhën e Cakonias, ndërsa dialekti atik ka mbetur si gjuha greke e sotme, ka mbijetuar. Pra grekët flasin gjuhën e dialektit të atikës sot. Ka i sy, ato e shqiptojnë kesi edhe ti në greqisht. Pra kjo fjalë nuk vjen nga gjuha shqipe ka një sy, siç mendomin neve, por vjen nga greqishtja kesi shqiptohet sot. Ka i sy shqiptohet në greqishtën e lashtë. Ka kuptimin edhe ti, të plastë të syri. Dhe tani, disa gjuhëtarë thonë që kjo është bërë origjina e fjalës sy në gjuhën shqipe. Ne nuk e dim, por dim që në gjuhën arvanitase fjala cinor, në gjuhën arbreshe cinur, vjen nga një metaforë greke. I thonë qerpikut, dhe shprehja e plot në greqisht është mato cinoro. Mato vjen nga mati, syri, to është pjesa e trajtës së shquar për asnjansin, dhe sinoron është sinori, kufiri. Vjen nga sin, që do thot bashk, dhe nga fjala oros, që do thot kufi. Kjo është bërë origjina e fjalës qerpik në gjuhën arvanitase dhe atë arbreshe. Kjo tregon që arbreshët vijnë nga Greqia. Në gjuhën shqipe ne kemi fjalën qerpik nga turqishtja. Pra origjinali është fjala greke. Në qoftë se fjala qerpik pas ka ardhur nga një metaforë greke, edhe fjala sy mund të ketë ardhur nga kesy, që do thot edhe ti, të plas syri edhe ty. Pra, siç lindi fjala qerpik në gjuhën arbreshe nga një metaforë greke, edhe fjala sy ka kuptimin të plas syri keq edhe ty, sy, që është në gjuhën e atikës. Kjo është një hamendje, ne nuk e provojmë dot, por fjala sy është shumë e vështirë për t'u shpjeguar në gjuhën shqipe. Pra, me të njëjtën mënyrë si doli fjala cinoron, kufi i syrit,
nga shkurtimi i fjalës matocinoron, edhe fjala kaj sy mund të ketë krijuar si shkurtim fjalën sy në gjuhën shqipe. Ne nuk dinim gjë fare për këto zhvillime në internet, sepse këto zhvillime janë në Facebook dhe unë nuk e përdor Facebookun. Nuk e përdor sepse Facebooku shpërndan shumë lajme të reme dhe shpërndan pikërisht mesazhet e këtyre turbo-albanëve. I ka shumë fishuar, ndërsa mua, që u tregoj njerëzve të vërtetën, më ka mbajtur vetëm me 212 ndjekës për vite me radhë dhe nuk e përdor Facebookun më. Pra po të kisha hapur unë Facebookun një vit më parë, do e kisha gjetur këtë shpjegim. Këtë shpjegim mua ma sjell një shqiptar i mrekullueshëm me emrin Dorian Xhani. Dhe ma ka shpjeguar dje. Më ka treguar dhe fotografinë e këtij përbindshi në formë Herkuli, me një gung të madhe në kuriz, me një topuz në dorë, pranë është syri që sulmohet nga pantera, akrepi, cfurku, qeni, një këmshi, 100 këmshi, korbi, shpata, syri i keq. Dhe më shpjegoi që kaj sy shqiptohet kesi në greqishtën e sotme dhe ka kuptimin edhe ti. Gjë më të mërshme është se kjo është gjetur edhe në Dodon. Po ashtu në Dodon janë gjetur shirita prej alumini, shiritat e Dodonës, që janë të gjitha në greqisht, janë mallkime dhe ka dhe fjalë që nuk kuptohen, fjalë onomatopeike. Shkaku që ne i kemi këto shkrimet e lashta ilire, që janë helene në fakt, është kjo. Këto shirita ishin me të shpuara, me gjilpëra, sepse mbështjellën rreth një kukulle për të hequr syrin e keq. Ky ishte funksioni i Dodonës. Dhe aty ka mallkime të ndryshme. Për njerëz të afërt, që njerëzit i bën në mënyrë të fshehtë. Dhe i kanë vënë njerëzit në shirita metalik që të jenë të përjetshme këto mallkime, dhe ka mundësi që mallkimet greke të na kenë ndjekur ne për më shumë se 2500 vjet. Mallkimi të ndjek. Pra ne na kanë mallkuar fqinjët tanë. Jemi njerëz të mallkuar, jemi njerëz një qelizor në tru. Një rokësh, nuk kuptojmë asgjë. Fjalët greke, ka i sy, edhe ti, ne interpretojmë si ka një sy. Metaforën greke matocinoron, ne interpretojmë si cinor. Qerpik. Është e sigurt. Pra këto fjalë të bukura pellazge, kjo gjuhë para greke, janë mallkime në greqisht, shprehje frazeologjike greke, të shkurtuara, që ne nuk i kuptojmë, dhe na duken pellazge, para greke. Pra duhet hequr fjala para greke një herë për gjithmonë. Këto janë mbishkrime helene që të gjitha, dhe janë mallkime, dhe shpesh bëhen në mënyrë të tillë që të mos kuptohen edhe po të lexohen nga të afërmit e tyre. Pra gjuha shpesh është e pakuptueshme. Ka fjalë onomatopeike aty, shkurtime. Shiritat janë me gjilpëra, të mbështjellura rreth kukullave të vogla, që përfaqësojnë njerëzit që ti i urren. Pra, në TikTok, në bisedën tonë drejt për drejt, kemi krijuar rrethin katror atje, dhe jemi unë, Dorian Xhani dhe Gentian Kastrioti. Shpesh vijnë dhe njerëz të tjerë aty, po treshja jonë është ajo që mbijeton dhe transmetimi dje ka qenë 5 orë e gjysmë. Jemi përpjekur që t'ju ambushim mendjen neve me dhjetra, qindra ndjekësve tanë që vinin, futeshin në bisedë, gërthisnin të tmeruar, sepse ata janë mësuar me kombin Kocaçi, që ju shpjegon atyre të gjitha fjalët helene me fjalët një rokëshe të Shqipes. Pra, deri dje, të gjithë kujtoni se ka i sy do thot ka një sy. Por po ta kishin hapur ato Facebookun në vitin 2025, në 14
shkurt, do gjeni që shkruar një faqe specifike posaçërisht për shqiptarët në anglisht për t'ju shpjeguar atyre termat helen. Do më thënë ne po na marrin nën kujdes si kur t'ishim njerëz me të meta mendore në Facebook. Atje mblidhen turbo-albanët, janë mbi 35.000. Udhëheci tyre shpirtëror është një burr barkalec nga Përmeti. Ai ka nxjerr embryomorfemat, do të thënë copat e fjalëve të shqipes krijojnë fjalë të greqishtes, të latinishtes, të gjuhëve slave. Dhe shqiptarët i besojnë atij. Pashtu i besojnë zonjës Kocaqi që e ka ndryshuar kombusin ton nga Alban, njerëz me fustanella të bardha, ajo ka ndryshuar në Pelazg. Pelazgos quhet një figurë mitologjike në Thesali, jo në Shqipëri. Ka 2 tempuj të Dodonës, njëri është në Shqipëri, që grekët e quajnë Apiros, do të thotë i pa kufi, i pa fund, me kuptimin bregu. Dhe tjetri është në thellësi të Greqisë, tempulli i dytë i Dodonës. Grekët krijonin qytete motra. Pra që të 2 qytetet janë greke. Për shembull, ka 26 qytete të Apollonisë në të gjithë Mesdheun, të gjitha koloni greke. Kjo ide e krijimit të qyteteve motra është koncept grek. Edhe krijimi i Dodonës në 2 vende është koncept grek. Dodona nuk është fjalë shqipe. Ka 2 fjalë për Dodonën. Është dhe Bodona edhe Dodona. Nuk është gjetur çfarë kuptimi ka. Është ndonjë fjalë e shkurtuar greke, ndonjë mallkim. Nuk do gjendet kur, por ka i sy është e sigurt që vjen nga kuptimi edhe ti. Të rënd plasja e syrit të keq edhe ti. Kështu flasin grekët e sot e kësaj dite, edhe ti. Kesi. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.